me një fjalor nga më banale, atëherë pikërisht ky lloj statusi ndikon direkt në jetën e fëmijës. Ai pretendon se ka të drejtë ai ta përdorë atë fjalë. Jo më larg se mbrëm kam dëgjuar një këngë e cila më ka shokuar. E këndonte një këngëtar, në të cilën i këndoi femër. Dhe teksti ishte pak a shumë kështu: i dua të gjitha, të mëdhaja, të vogla, të shëndosha, të... Atëherë, çfarë i mësojnë fëmijës? Me silikon pa silikon. Po, sigurisht. Atëherë, çfarë i mësojnë fëmijës tam? Djalin, po marrë kështu me djalit tim. Atëherë djalit tim i lindë drejta në bazë të kësaj kënge që të propozoj një vajzë 15 vjeçe dhe një gruaj 60 vjeçe. Ai nuk di ta bëj dallimin dhe diferencën mes këtyre dy moshave. Atëherë, çfarë po ju japin fëmijëve tanë? Unë nuk e di, por di gjithashtu që nuk mund të lejohet në media të shfaqesh dhe ti të flasësh me çfarëdo lloj fjalori. Shumë e vërtetë. Kam dëgjuar që shpeshherë edhe tek Arian Çani, i cili ka një emision Zonë e Lirë, është penalizuar disa herë për përdorimin jo të përshtatshëm të fjalorit. Atëherë, si ka mundësi që lejohen të tilla këngë edhe në media kombëtare, edhe në media kombëtare, të cilat lejohen dhe dëgjohen jashtëzakonisht shumë nga të rinj. Mos harrojmë Mamicën pa kohë më parë, opti Mamica e të tjera, ishte këngë që këndoi edhe nga fëmijët 2 vjeç. Ndërkohë që kur ti dëgjoje tekstin e këngës, ti skandalizohesh. Unë mbaj mend dhe më kujtohet shumë mirë kur kemi qenë të vegjël që realisht deri në farë moshe ne nuk e dinim se si bëhej fëmia realisht. Dikush e dini jo lejleku, ato prallat, ato legjendat që krijoheshin nga prindit për të justifikuar ato gjë. Shiko, Redi, ndoshta duhet ta di fëmia, Redi, këtu gabojnë. Nuk e jep një lloj informacioni, nëse fëmia do ta marrë informacionin nga unë, nga prindi, informacioni sigurisht do të jetë një informacion i detajuar, por një informacion i rezervuar. Pra një fëmijë do të di aq sa duhet të di. Që do të thotë, nëse mua më pyet si bëhet një fëmijë 4 vjeç, 5 vjeç, 3 vjeç, sigurisht që do t'i jap aq sa duhet të di. Por nëse pyetja vjen nga një fëmijë 15 vjeç, nga një vajzë 15 vjeçe, absolutisht këto janë lëndë që mësohen edhe në shkollë. Absolutisht. Dhe duhet të di. Pra nuk është i gabuar dhënia e informacionit. Problemi qëndron tek personi që ta jep informacionin dhe tek sasia e informacionit. Pra sa di ti dhe si do ta përdorësh më tej këtë informacion. Pra sa duhet të di fëmia? Absolutisht, sa duhet të di. Pra sa duhet të di një fëmijë 3 vjeçar, sa duhet të di një fëmijë 4 vjeçar, 5 vjeçar. Sepse po të ishte kështu do t'i fusin fëmijët në shkollë që 1 vjeç. Po. Do shkruan nga shkolla pra që 1 vjeç sepse pretendojnë që ai është i gatshëm për të filluar ciklin e mësimeve. Në fakt, vëmë re një fenomen që sot tashmë është masivizuar. Nëse ne në shkollë 8 vjeçare, tani 9 vjeçare, i njihni me gishtat e dorës nëse një vajzë dhe një djalë pëlqeshin, sot ndërkohë ne kemi vajza dhe djem të shkollave 9 vjeçare që kanë lidhje në kuptimin e plotë të fjalës, se janë çift në kuptimin e plotë të fjalës. Ju besoj e njihni këtë fenomen. Madje shkojnë në shkollë 9 vjeçare ku vajzat janë 15 vjeçë, apo jo, me rritur është 15 vjeçë, një 9 vjeçare, dhe aty vinë djem nga gjimnazi që hynë, dalin, del vajza nga shkolla e takon. Shiko, jo, nuk është kjo. Zakonisht ata krijojnë domethënë një lidhje, një raport me njëri tjetrin. Ne nuk shikojmë djem të gjimnazit që të vinë. E di pse them, sepse për hir të vërtetës Facebooku, Instagrami dhe këto. Absolutisht. Ne mundësojmë të shikojmë dhe screenshotet që publikohen në për këto faqet e mëdha, tip jeta ushqefe, të tjera demaskime. Edhe unë kam dëgjuar dhe për fat të keq, ka plotë dhe raste. Po, bisedat e adoleshentëve që vërtet ndonjëherë fjalori është jashtëzakonisht të fjalor, fotografi nuk do të tjera. Redi është një gjë. Nxënësit tanë, fëmijët tanë në përgjithësi kanë filluar të harrojnë të lexojnë librin. Por do të kujtohet edhe ty shumë mirë që ekzistojnë biseda letrare. Dhe në një bisedë letrare, sado që ti të përpiqeshe ta kopjoje nga shoku, po edhe sikur ta kopjoje, 2 gjëra do t'i mësoje aty. Sot nuk po lexojnë më. Pra mjaftohen me atë çfarë lexojnë pikërisht në rrjetin social. Kënaqësinë që ta jep libri, mesazhin e drejtë për drejtë që t'jep libri, absolutisht nuk mund ta marrësh dot nga një rrjet social. Nuk jam kundër përdorimit të rrjetit social, sepse edhe vetë jam gjithë me celular në dorë. Sigurisht të gjithë. Absolutisht. Nuk dua ta paragjykoj. E thash edhe pak më parë që nëse edhe me kohën time do të kishte celular, absolutisht do të isha para që ta përshatoja.
Është i nevojshëm. Është i nevojshëm. Por në ditën e sotme nuk është më lukс, është domosdoshmëri, marrja e informacionit. Ideja e gjitha qëndron te kontrolli. Pra ne po lëm pa kontroll fëmijët tanë. Mjaftoheni me faktin se është mirë, mjaftoheni me faktin se ka ngrënë, mjaftoheni me faktin se mund të ketë marrë një 10 diku dhe kaq. Harrojmë të kontrollojmë. Harrojmë të kontrollojmë lirinë e fëmijës tanë. Harrojmë që duhet domosdoshmërisht të kontrollojmë njerëzit të cilët fëmia ynë frekuenton. Kush janë? Qoftë edhe në Facebook. Qoftë edhe në Facebook, ti kemi një mundësi, sa do të vogël, jo të futesh tek, nuk duhet ta ngatroj, pra nuk jam kundër dhunimit të privatësisë, por jam tek ai kontrolli i mirë prindëror. Dhe nëse do të bëhet një kontroll i mirë prindëror nga ana e prindit, nëse edhe ne si mësues do të qëndrojmë më pranë, pra të mos mjaftohemi vetëm me faktin se unë po shkoj, do të shpjegoj matematikën dhe detyra ime mbaron këtu. Ka nevoja më shumë se kaq. Ka nevoja më shumë se kaq. Ka nevojë dhe të flasësh. Ka nevojë edhe për një ekskursion. Ka nevojë edhe për të shkuar diku. Jam por në shkolla zakonisht organizohen, ne kemi shkuar shpesh edhe tek teatri Bylis. Por e di çfarë na ndodh. Sa herë që ne shohim shfaqje, asnjëherë shfaqje nuk arrin ta shohim deri në fund, sepse fillojnë fushëllimat. Nga vetë nxënësit. Mund të jenë moshatarët e tyre, mund të jenë aktorë të teatrit të qytetit, mund të jenë këngëtarë, absolutisht nuk ndjekin asgjë. Fillon ai trendi që fushëllen një dhe duke qenë se janë në kufirin e fundit të qenurit të vogël dhe ju duket vetja shumë i madh për qenë të vegjël, aty pastaj fillojnë edhe kanë një shpërthim. Për shembull, kjo është një gjë që mund të mësohet para mirë nga prindi. Nëse prindi të jep një 2000 lekësh apo një 3000 lekësh të vjetër për ta prishur në një fundjavë, ato lekë fare mirë mund të përdoren nga prindi për ta çuar fëmijën për të parë një shfaqje. Aq kushton një shfaqje, 2000 apo 3000 lekë të vjetra. Dhe këtu fëmia fillon edhe mëson. Çfarë do mësoj? Në rast të parë do të ri qet, do të relaksohet. Do të ketë një orësh ndryshe, larg celularit, larg rrjeteve sociale, do të dëgjoj një këngë, do të dëgjoj një koncert aty, do të shikoj një shfaqje. Mbasi të mbaroj shfaqja, fillojnë duartrokitjet. Pra ti po respekton atë çfarë pret, mesazhin që ti ke marrë. Nëse ke edhe një lule, fare një domethënë mund t'ia dhurosh aktorit apo këngëtarit. Dhe e gjitha kjo vjen gradualisht. Në këtë mënyrë fillojmë dhe burmosemi me kulturë. Kjo është kulturë. Që të respektojnë tjetrin, të respektojnë një shfaqje. Kjo është kulturë. Ndërkohë që na ndos krejt e kundërta. Po shkojnë në shfaqje me nxënësit. Po, të gjithë ata fillojnë zhurma, telefona, fushëllima etj. Absolutisht. I duket sikur janë për jashtë, pra nuk arrin dot të bëjnë dallimin që jemi ulur tani dhe po shikojnë diçka që na serviret. Absolutisht e kemi të pamundur. Po këta nxënës, me gjithë këtë ngarkesë që ata japin vetes me këto të qenë zhurmues, të qenë një person i pavëmendshëm, një person që ka më fërshëllej jo të degë një shfaqje. Po, a mund të shpresojmë edhe të besojmë që këta kanë një dëshirë qoftë minimale që të mësojnë, që në shkolla absolutisht, absolutisht. Le të mos penalizojmë. Jo, nuk do ta bëjmë. Jo, nuk do, absolutisht. Por e kam fjalën këtu sepse ju nuk e jepni në gjimnaz, mësim, por jepni në 9 vjeçare. Domethënë që të bëjnë maturantat atë të jenë një mini maturant. Po. Do të kalojnë njërë të juve. Dhe këtë vit, nga matura në Fier, përposa ati sistemi që është folur që për zjotë e tjera problematikat e ti, por nga 1500 maturant, vetëm 2% për e tyre kanë fituar. Përpos problemeve që unë asë nuk do të hyrë kësa teme se shumë e gjerë dhe po flitet ka i shumë sa vërtet po na lof e gjë, mos ndoshta realisht ka dhe probleme. Besoj se ka ide. Mos ndoshta ato 9, ato mesatare 9.7, 9.8, mos ndoshta janë. Redi, për hir të së vërtetës, le të mos penalizojmë vetëm brezin e ri duke u angarkuar gjithë fajin atyre. Të mos harrojmë që këta adoleshent rriten në familje. Pra, mbasi bëjnë shkollën 5 apo 6 orë, gjithë pjesën tjetër të ditës e kalojnë në shtëpi. Madje ata tani po përtojnë dhe të dalin sepse duke pasur celularin me vete janë atë botën e tyre dhe kaq. Të mos harrojmë